Është një ditë me mambo bambo, çdo gjë mund të ndodh. Sepse dita me mambo bambo nuk është ditë e zakonshme. Bashkove me mambo bambo, ngriz dhe qiko, ku mulliri e ikën e rotullon. Çdo ditë kalohet me shumë të qeshura, ku ata të tre ja kalojnë bukur. Është një ditë me mambo bambo, ku çdo gjë mund të ndodh. Qiu! Mambo bambo ishte ftohur. Qiu! A i ndihej keq për veten e tij? Qiu! Mendoj sa i po ndihet më mirë. Tani do të sill pak sup mambo bambo. Faleminderit. Si ndihesh? Më mirë ndihem, faleminderit. Qiu! Shumë më mirë. Faktikisht, unë po mendoj të qohem nga krevati. Jo të arosh, për mirë të rish poshtë batanijes që tani madje. E po mirë. Por nuk është aq argëtuese të rish gjithë ditën në krevat, nëse më kupton. Ti dukesh më mirë. Por unë ende mendoj që duhet të rish në krevat deri nesër kur të zgjohesh. Por nuk e që të bësh në një gjë në krevat. Unë dua të nxjerr për xhiro me varkën time sot. Dhe... Hey! Çfarë është mambo bambo? Unë po mendoja që së bashku të bëjmë një xhiro me vark. Jo, nuk mundemi. Ti duhet të qëndrosh në shtrat. Ne kemi për të shkuar në ishull, në male dhe në shpella, e në thesare. Thesare, ura! Por si? Thjesht duhet t'i japësh varkës sime. Kësaj varke. Mambo bambo, Chicos dhe Greens imagjinuan sikur krevati ishte një vark dhe shkuan në një ishull të bukur tropikal. Ka ndonjë shenjë se kur do zbresim, Greens? Ende jo, kapiteni mambo bambo. Prit, 1 minutë, shikoni atje. Po, kapiteni mambo bambo, është një ishull. Po tani që mbërritëm në ishull, çfarë do të bëjmë tjetër? Ne duhet të kërkojmë për thesarin. Po, thesari! A mundeni që ju të dy të mbyllni sytë për një sekond? Në rregull, ju mund t'i hapni sërish. Tani ku supozohet të jetë thesari? Me shumë gjasa është fshehur në një shpellë. Dhe shpella duhet të jetë ku në përmale. Por malet janë shumë larga këtu. Po, nëse ne nuk shkojmë dot në male, atëherë male do vinë tek ne. Është duke rënë tërmetu. Ups. Kjo duket fiks Si një shpellë. Aha! Ku është thesari? Kur është thesari? Vazhdoni të kërkoni. Hej, mos e boj atë. Ndoshta, është atje. Është thesari? Ura! Janë karamele me gelatin. Një për Greens, një për mambo bambon, një për Chicon dhe një për Greens. Greens, mambo bambon, Chicon, Greens. Greens, mambo bambo, Chicos, Greens. Po. Je duke llogaritur veten tënde 2 herë. Ups, bëj mirë të filloj sërish. Ftohja e mambo bambos ishte pothuajse zhdukur. Faktikisht, ai po ndihej akoma më mirë. Por ishte vetëm një problem I vogël. Qiu!
Kjo ka për t'ju bërë më mirë. Është një ditë me mambo bambo, ku çdo gjë mund të ndodh. Sepse dita me mambo bambo nuk është ditë e zakonshme. Bashkove me mambo bambo, Grinz dhe Qiko, ku mulliri e ligën e rotullon. Çdo ditë kalohet me shumë të qeshura, ku ata të tre ja kalojnë bukur. Është një ditë me mambo bambo, ku çdo gjë mund të ndodh. Një ditë, Mambo Bambo ftoi të gjithë miqt në një piknik. Ai gjithashtu planifikoi një surprizë për ta. Sa ma pëlqen që të bëj një piknik. Wow! Ma fal, Qikos, nuk duhet të hidhja në befasi. Harova që Mambo Bambo ka një surprizë për ne gjithashtu. Jam kurioze të di se çfarë ka planifikuar. Mambo Bambo po kërkonte për një vend të mirë të fshehtë. Kjo është e përsosur. Ç'kemi Grinz, ç'kemi Qikos? Jam i emocionuar që të shkoj në piknik. Mambo Bambo, ti na dhe që kishe një surprizë. Çfarë ishte vallë? Surpriza është që nuk do të shkojmë në një piknik. Por, është një ditë kaq e bukur sot për një piknik. Rock dhe Oink menduan gjithashtu se ishte një ditë e bukur për një piknik. Pyetje mendi mirë, Oink. Ti ke absolutisht të drejtë, Rock. Ne kemi për të bërë diçka më të bukur se sa një piknik. Çfarë mund të jetë më mirë se sa një piknik? Një safari. Çfarë është një safari? Një safari është që të shkosh në xhungël për kërkimin e kafshëve të egra. A ke për të bërë një kafshë të egër, Mambo Bambo? Jo, unë kam për të bërë një kafshë egër. Mos e bëj si sharak, Mambo Bambo. Çfarë mund të bëhesh tjetër përveç se një hipopotam ngjyrë blu? E po, mund të bëhem një elefant i madh ngjyrë blu. Mambo Bambo, çfarë duhet të bëj me kafshët, ne? Do t'i fshesh nëpër xhungël, kështu do t'i zbulosh në safari. Qiko gjeti një vend të mrekullueshëm për majmunin. Dhe Grinz gjeti vendin më të mirë për gjarprin. Ndërkohë që Rock dhe Oink po prisnin miqtë e tyre që të vinin. Çfarë ka bërë vaki që miqtë tanë të bëhen vonë për piknik? Është bukur të shkosh në safari, por a do të shkojmë që të ham pak buk apo jo? Ti kishe të drejtë, Mambo Bambo. Safari është shumë herë më mirë se sa pikniku. Ndoshta është më mirë të shkojmë dhe të shohim për ta. Mendoj që pash një elefant. Unë mendoj që vendi më i mirë për të ndaluar dhe për të parë për kafshë të egra është këtu. Po mendoj se ku janë fshehur ata. Atje, janë atje! Oh, po, është një gjarpër që po fshihet në xhungël. Por më lër ta shoh. Jo! Mos u ngri lart. Ups! Uroj që t'i gjejmë ata sa më shpejt. Kam shumë uri. Ky vend është një xhungël. Le të dalim që këtu, Oink.
Hej, shikoni atje, është një majmun. Wow, shikoni atje tek lulishtja, është një kafshë çuditshme me ngjyrë rozë dhe jeshile me 4 krah. Unë të thash më parë që pash një elefant. Mambo Bambo, nuk është një kafshë e çuditshme, është Rog dhe Oink. Rog dhe Oink? Ho, bobo, aq shumë u argëtuam në safari sa që harruam miqtan, more. Shiko, është Grinch, Chico dhe Mambo Bambo. Ej, të gjithë, nuk do besoni do të shikuam pak më parë. Ati ishte një majmun, një qarpër dhe një elefant. Tani e kuptova, more Mambo, miku im. Ti je elefanti. Ende mendoj nëse ka të tjerë kafshtegra në xhungël. Unë nuk mendoj kështu, Mambo Bambo. Si mund të ketë të tjera? Ne kemi bërë vetëm një gjapur dhe një majmun. Ha? Wow! Është një tigër! Një tigër? Oh, haj tigër. E harrova fare. E bëra këtë mëngjes. A ishte pjesë e surprizës.